Qa shoqi i përzëm shkatron fare. Ore, më këpo flet? Ha? Më këpo flet? Mi shoqe timen. Po, qa shoqe? Pse mi? Po, ku ka shoqëri që unë gotë sot? Po pse mi e ka diskutuar te goci këtë episod, një sekondë s'po flas me kolegën time. E ka diskutuar te goci, ka shoqëri midis çunave dhe Në qa gocave. përfundimi arritën, apo? Po ti m'fal, më ke shok mu se e thuka? Oh. Bëjmë hapin e emisionit më mirë? Oh, okej, Jul. Jepi. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Skandale. Mos sa bukur pas ka flokët, ku I bëre? Ja, faleminderit, po ti do e kuptosh të përpak, sepse unë po nis me sfidën e parë. Bo misterioze ti. Sfida e parë na tregon një prallë dhe unë kam treguar prallën më të bukur sot për sot. Okej. Hajde shohim mirë. Çfarë na ke prallist? Juli, lëshoj flokët. O zemra, po çat lëshoj, unë 2 fije kam. Po shko prate me zosi andër. Na ishte një herë një kohë një vajzë që kishte vetëm 2 fije flokë dhe shumë ëndra. Një vendim I vogël do ndryshonte gjithçka. Ajo nis drejt me zosi ëndër, aty ku shndrimet nuk ndodhin me nxitim, por me kujdes. Extensions me keratin, të vendosura një nga një, të padukshme në rrënjë dhe të lehta në lëvizje, ashtu si princesha e tjera. Kreja ishte I qetë, pothuaj ceremoniale. Çdo kalim I furçës I jepte flokëve formë, peshë dhe rrjedh natyrale, sikur po zgjonte një histori të fjetur. Pastaj erdhi make-upi, një smoky eye I ndërtuar me durim, jo për të rrethuar vështrimin, po për t'i dhënë thellësi dhe forcë. Kur ajo u ngrit nga karrigja, nuk kishte më nevojë për fjalë. Përralla ishte shkruar, tashmë ishte gati për të marrë princin me kështjellën e saj të bukur. E po je bërta man si Rapunzel për zotën të flokët. Tani, po që do I dëshoj flokët. Ti kanë qa. Sfida tjetër. Zdiuni me gjindet në rrugë. Nga pralla Julit ka lumë dhe prallat e mija të ti. M'fal, ti kësha fol keq për mu? Seriozisht e keq? Maj! Mos më gjuj! Ore, bol, qa kemi desin? Qa kemi desin? Mos shty! Hajde më! Ishi flok! Shlej flok! Shlej flok tash! E qa të bëjnë të për desin? Ju e ke I den, hajde këto! M'fal, si I gju Julit? Pra, ty dhe Julit. Qa there? Ma, shlej flok! Shlej flok tash! Des, më vran. Sigur po kalin një episod manik duke atë. Sikur. Sfida e radhës. Le ose mjolli pa pik lidhje afër njerëzve. Mam! Mlefi një mrap shumë tu. Mam! 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 Fight. Mam! Tani ne paraprim pak që sot do komentojmë Gocin, po kemi edhe një super episod special të fatostik, me gjelin më të freskët dhe më të mirë të bajdushkut. Super episod që do e komentojmë ne sot. Ha? Jene e plek tash se Okej. zgjasim shumë, se kush po merret me fatose. Sa do të 50? Okej. Okej. Okej, mirë. Pjesën tjetër pas. Okej. Okej. Fillim me Gocin pra? Okej. Ne themi gjithmonë që duhet ta ndajmë shapin nga sheqeri, po çunat. A I ndajnë ndjenjat nga shoqëria? Ne themi gjithmonë që gur bëhet mur, po nëse I një mashkull, a bëhet guri mur? E a futi shprej, I ka thënë, e ma thuaj këtë, qa do të them? Okej, shapi qa ishte, sheqeri?
Okej. Çfarë ka me çunat? Po futemi thuja aty. Të thënë të drejtën, kam pas gjithmonë shok në gusht, në çdo lloj periudhe të jetës. Se më ka ecë muhabeti me çunat. Klea flet. Ajo thot një sekond Klea se ke sklep të syri. I sekond Klea se Unë kam pas gjithmonë me çunat, kam pas si gjë kështu. Faleminderit Kristiana që më hoqë sklepin. Po gjithsesi. Gjithmonë ka pas një moment që ata kanë pas një shprehje ndjenjash. Edhe pastaj nuk i kam pas me shok. Por kam prap shok që akoma nuk i kanë shpreh ndjenjat, po Ti po thuaj që ti Klea po thuaj që nuk je pro shoqërisë me çunat. Pra po i unë jam mohon. super pro. O Ema u shpirë, ase ka gjuh hiç. Ti Klea po thu këtë, thot, jo, po them komplet kundërtën. Ema po të më gjosh, edhe e kupton. O Melisa, si ishte kjo? Des, pra ti po thua që Ema ka gjuar shumë mirë atë? Jo, po them komplet të kundërtën ju. Qa nga si me shkeni unë, qoftë se Është s'keni... njësoj që nga s'maj tymi. Oh, prandaj që ndaj kjo çifterin din. Nisë nga se ty e bërë publike këtu të Kristiana? Klea Kristian s'tokësha ka çmorrela ti ma pas tros klepin. Biologjike o shpirt është proces fizik biologjik që ai ka atraksion fizik ndaj teje, po mund mos ketë asnjë lloj ndjenje emocionale ndaj teje. Fizik biologjik, qa fizik e kanë bë këto se unë fizik me ja forca e fërkimit. Kjo fizik. Po dhe zemër edhe kjo forca fërkimit. Po këtë po fletë kjo në epizod. Për mendimin tim kjo nuk është shoqëri e pastë. Po pra, pas Një njerëz që ke konsiderat ç'është. që po nuk mund të jetë shok i ngushtë o Klea, shok, njëri që je- ka tension me për ty. jetën që mund kalosh gjëra. Ku di unë të Klea, unë se në koncept. Unë bëj seks zakonisht me to, po. Po i ma shkret. Nisi gjë? Po. E thon shuaj ta vash në fund, po s'mlat flas. Shumë i sigurt në veten Po tënde. nuk ka bëj fare siguria. unë se kam një Klea. pyetje. Ka bëj respektin. Unë ndjem disrespektit nëse ti mua më prezanton një shok. Kam një pyetje. Edhe është shef Kristo në që flet. I ule dora vash shkret. Okej, Kristo se le me fol, ka pikërisht atë që nuk e le me fol. Edhe po dëgjoja episodin dhe akoma po mendoja çfarë pyetje kishte, se bëri kurr. Nuk ka lidhje më se ajo që thot Klea bën logjik për disa. Por për mua jo. Bën logjik. Zakonisht do të bën sens për shembull ose ka logjik. Ajo që thotë Ema nuk bën logjik, më thënë drejtën. Ajo që thotë Klea. Një dashuri e bukur gjithmonë lind atëherë kur ti nuk e pret. Kështu që mos e prisni, ndoshta mund të vi nga një shoqëri, mund të vi nga një në rrugë, mund të vi në parugeri, mund të vi në parugeri thash. Ku do vi ai parugeri sa me në pasiceri, kështu që Unë sot më bë pak flokët e një dashur, të lutem. Unë të pastaj një pas ashtu të lutem dhe po mund të një të dashur. Po ti vjen bashkë me këtë kremin? Të kalojmë tani. Si e shpenzuam neve një nga Apo i ndërpres? Si është pensuar? Kristiana, rri, jo këtu. Jo këtu si jemi në emision. Pas pastaj. Po këtë çfarë po do mi distyre dyjave, po i lë vetën, po ka letë skena tjetër. Mundem? Bëlla derë se kemi punë. Marun puna të vëllën këto tjera të që. Që kanë bërë çifte. Këto dyja mrena aty, ato dyja me emision. Shnet. Faleminderit. Shkruajti... Qa thot Melisa? Në Tiranë. Dhe ta shfrytëzoni si shtëpinë tuaj. Shoferi do ju dorëzoj një buxhet prej 20.000 lekësh. Mos ka harruna i zero, se s'ka mundësi të jetë 20.000 lekë. E para Ema, pa fol fare, qa thot Melisa, e dinte që ishte ajo. Dhe e dyta pse bëjnë sigur ka një super buxhet se në çdo xhirim kanë qenë me 0 lekë. Do jepni 10.000 lekë për ta bërë këtë xhirimin. O, është rrit tash e zemra nga zero, thonë 20.000 lekë nuk ka shans. Nuk ka shans, do kemi më në zero, 200.000 lekë. A dini ju që kam jetu në kombinat, kur kam qenë e vogël dhe kam marrë në Tiranë? Po na e ke... Se kombinati në fakt është zonë e Tiranës. Është komplet popull vetë, a ju në aty qi. Më para kur riknim në qendër thoshim do ikim në Tiranë. Ka vërtet. O, Krista dhe is... ka doli kry. Po na e pat marrë autobusi kombinatet me vete. Ato mund stacion, nga të lekë. Na le këta mund në stacion. Jetë... Si princesh. Georgina Rodriguez. A do kesh ka Rodriguez? Georgina Rodriguez vakt kombinat, në binat. Georgia. Shkon kombinat e shef qofte zakonisht, ku të parë se Po, të i ndot për herë. Tani ndezim zgarën? Nga i sa di unë, nga situatat e jetës time, kjo bëhet copa dhe ndize.
Dhe bashkë, kjo ndes qymyr. Kristiana Sari ndonë e gjë me atë gjën e bën copa dhe ndes. Nga shumë situata tjetësime. Kam përjetuar shumë, edhe zakonisht kam marrë me qymyrin, jam eksperte. Që e kishte se kuptoj. Kush e shkathët? Pse? Po i skush shpirt. Ja, nuk po i skush, ishte klienti im ai, si hyn te klienti im. I thot Emës që nuk po tregoj se shkathët, po ma merr klientin. E po këtu po tregohet se shkathët Ema. Strategjia ime që të bëj Strateli im. Stratosfera ime, qa më në thuisha strategjia, ame s'po m'vinte, Ema, është e kështë marrë një qiko, e kështë thënë tamam. Zemra unë i dhash falas gjitha. falas mi. Po qa të bëja o ti, merë në iknin për të shita. Diva. Ema, e shketa 2.000 lekë, e këmi të bila, me ma e pëta. Merë në t'japun 2.000 lekë vetëm hajet lumë. Kam bërë vetë. Se kemi shpinat. Do na nxjerr jashtë, po Ikim të manifestojmë, të lutem. Ikim të hapim pak syrin e tret, lutem. Shofer, më qonë në stire. Nuk janë një falxorët në duket. Janë masazhatorë. Masazhatorë, okej, të manifestojmë. Jo, po vjen një po, është një gëmonë si në. Është një gomone si ne, do. Ajo makinë me 4 rrotlla, është një gomone Kaloj si ne vargu duket. duke. Duke se kaloj një jatë. Kë kanë pilot ata. Ndem dhe roba. Rob të zemra, wow. Hiqe këtë Moj, po tani që mendoj pasani këtë kam nga ato lavatriçet që e thanë vet robat. Lavasovilje, si quhet? Si se di që është frigorifer ajo. Është mikrovalë, Ema, është mikrovalë, është shpirt. Më mek, për heri ka Ema këto. Si shkote ja? Nga Tropian. Lavates. Operacioni, rëmbejmë një person edhe fusim në kamperin tonë. Kristiana si ato kam karamele. Hajde. Pa nga toj se nuk është kamper, është gomo. Okej. Kalojmë të 50.000 lekëshe. Kishtë s'kena fundet e gocit dhe si që thamë kemi fatostik kësaj radhe. Që është nga kurdis, se ka marrë Çfarë ka kur ditur? Po, gjeli baldushku kësaj radhe. Ky bashkë me Andale Sportin nga super sigël kështu. Po s'kemi një sigël të bukur, po kemi zdërin me Lisa. Një fatosi dhe si që lexon dhe bluzja, unë kam humorin, Baldushku ka gjelat e detit. E kam bërë këtë bluzë dhe ka stile për Baldushkun. Po, Baldushku vërtet ka gjela detit. Tani- Edhe ka shumë të mirë. Si do të shkreta, po Baldushku me vërtet ka gjitha detit, ti s'ka marrë. Unë kam humorin i thot, Baldushku ka gjelat. Po, shumë e vërtet, Baldushku me vërtet ka gjelat. Pas të promorin tënë, mund edhe të flasim. E shohim. Merremi ka 30 e sa vite me gjela detit. 30 e ca vite. Po. I qelim vet, edhe i rrisim me gjizë dhe me vezë në fillim. Me gjizë dhe vezë? Po, unë ashyrris me gjizë. Si mund dalë vullnetar të bëjmë gjeli detit. Aman të në arrit më kese gjeli. Gjela ta nga më mirë se ne. Gjela tani për vitri për brunch. I rris me avokado dhe me omelet, por zakonisht i hapim edhe sushi. Po, japim omelet. Po qiftime keni bërë, qiftime mes gjelave, apo nuk jetojnë në gjatësa për të qiftuar, se therën drejt? Po. I keni Po si shtohen në fatosi pas teje? Po qiftime keni bërë apo theje? Theje në gjithet dhe shuhet komplet populli. Kur mami Gjeli dhe babi Gjeli duen shumë. T'ja shpiku fatosi. Po ca e pas kanë këtë kështu të varur, ca. Po, shto kanë gjelat. Ca se kanë të varur. Jo, e kanë të keqën do në Ja, këtu se ka për shembull. Po, so Se ka shmevaj. Këtë këtu me të parasjepit, po i zjatët kur ngrehet? Ja, po, kur... Akoma për gjelat po flasë? Jo me verë për qa po flasë. I ngrepet kur tua? I zjatët kur ngrepet i to. Gjithmonë kam qenë kurios për faktin që gjelat këndojnë. Sa eri fishkëllen këndojnë. Ate shofim i herë. E rikryojmë si këndojnë gjelat kur fishkëllejmë. Okej, pra, më të regoni se çfarë jeni të aftë të bëni. E morën vesh që ka rënë.
7 plane me ngjyra, bardhëzi, slow motion, me shpejt e marrën vesh që është shumë i çmendur. Ka përsërit 3-4 herë, sikur çfarë bëri ti surozove drejt patos. Ai kështu. Gjeli kameramanin fal, pak aftësi private, do therem këtë fund vit. Të lutem, kini pak privatësi për familjen tonë. Po e ke vënë re këtë ti si ju të vide, se kam filë mirë. Një kap ti kameraman, okay? Tani do më thosh mos si piqet qoftja? Një pësoj, Thjesht kthehet, sa ndej sa kthej. Ku është Ret Fatosi, parë zotin? Ku është Ret Fatosi që thotë si piqet qoftja? Po si piqet qoftja, burr? Çfarë qoftja, se s'kam parë ndonjëherë, unë kam humorin. Ju keni qoftet. Është sa bukur, prandaj një pemët dhe kokrat me komshin sepse do ju bëjnë më shumë. Ashtu. Okej, ndajmë çdo gjë me komshin. Ti me atë komshinën tënde që i bëre prenkun, na ca kokër. Pra ju nuk përdorni fare koncentrate. Zero. Drogra. Zero. Gjilat e delën. Së na duhet më ushnash të vit. Gjelat para se të theren. Sa i mirë kjo. Nga kombinati ky, ë? Prandaj ka sukses sepse është bio. Po, kjo është. Çfarë keni në një gjë tjetër bio ju këtej? Këtë gjitha. Gjitha? Po. Si rënë nga gjitha? Qa po menon të Fatosi për gjërat bio të Valdushko, përveç gjelave? Më me që ka bëtë me... Për qoftet. Po, harrova. Sa do që njerëzit ty të lënë me njanë të pak të nuk të hanë, gëzohu vetëm për këtë fakt, pra ti nuk do jesh në darkën e vitit të ri, Gomar. Qa është kjo sfid? Ku bliet? Mish Gomari të fetë fund viti. Gomari pa të drejtë që kush është ky. Jo më kështë kënë gjatë katë më mirë me këte, kështë Gomari ha më shumë, se me ishë me Gomar do marë. Ti ndrove Gomarin dhe more dumdumin. Ja më ngordi Gomari. Ngordi do marë, Gomari? Për që fare këtu që... Ku më ta blej këtë ta haj? Se ka kuptu fare Fatosi që ka thanë, as vetë nëse kemi kuptu që ka thanë. Fatosi thjesht të thonë ata që kam me një, do me thënë Ngordi Gomari, ai ka thonë, ku di unë fusha, dhejnë, Ngordi Gomari, apo s'ka pik lidi. Po Ngordi ka shpejt e jurë? Ka shpejt e preve? Pronotova për vit të ri, është bërë namin Baldushko për mish Gomari. Si ta dalloj më shumë ku një gjel është nga Baldushko dhe është nga Lushnja. Po, ju e keni problemin, vejni në i pull të kuqe gjelave. Atëherë ju tregojmë diferencën. I Baldushkut vishat me lonjëre është me pull të kuqe, nuk lejo. Me pull të kuqe, plus 18. Gjeli i Lushnis është gjel normal, a kuptoj që pritet. Gëzohem, ju e keni marketin. Tani, unë po kërkoja për fletore borxhesh kudo, kjo është e juaja, bloku? Fatosi çdo episod të bën duket. Shkon te një fshat, shkon te një market, i merr fletoren e borxheve. Borgjisti Këllbenja. Sa borxhe keni në Shqipëri? Vjen Fatosi për ju. Që ka shumë i vjetër. Unë uroj që ky bloku të bëhet sa më shumë me viza dhe të shlyejnë gjithë borxhet që kanë. Ashtu duhet. Ashtu do të miraj ato borxhet, hajt nish Gomari këtë fund vit. Ore me kem këta të shkretet kur i shko Fatosi kështu kështë e di mendoj që do ja paguaj kënë na ordera. E kemi nga ne, Fatosi, e shala. E shala të shlyjnë, okej, i ka. Është me frena, që tregoj që është i egur. Vërtet? Po të japësh ushqim shumë, ai të kafshon pastaj. Po mos të japësh apo po të japësh? Po të japësh ushqim më shumë. Vërtet, pra tërbo. Kështu flasun për ty. Hajde rikrejmë si duke mund si Gomari tërbuar. Po gjesë, do m'japësh që nga i bari? Mos u shje desin se tërbohet. Mi pak në. Jo. Shumë falenderit, Jess. Një bar, bravo! Kam të shitër, po. Edhe vinë gazetarët i intervistojnë. Intervistojnë pulat? Po, pulat, bash, gjelat. Gjelat, Gomari. Po, gazetarët, si ndjesh që do hash? Po vjen vit e ri. Gomari, zë intervistosh? Jo, të do e haj. Po ky, nga që ka këshoj që quat gjeli vjetë. E ka të madhe. Kurse gjelat e ri, e kanë më të vogël, ato e gjelat e ri. Unë që kam gjeli ri, o Unë që kam i madhe. Te se single mos më shkruani, jam me zërë, ju lutem. Do e therësh? Po.
Shkreti, me që e ka të shkurtër e quajmë shkurti? Fal, për çfarë po flasim këtë episod? Unë e kam emrin Destardi, pse? Si ja ke bojë me shkurti? Ndërkohë, këtë episod duhet ta mbyll me shprehjen e përjavshme që lumturia ndonjëherë gjendet dhe në gjëra të vogla. Okej, E kishte për ty të E kishte për mua ta duket. Ky dhe ema me shprehjet janë kështu më kokë. A kemi hapë ne kështu me shprehje frazologjike, ta dim dhe ne. Te emisioni tjetër. Fatin e një qytet të bukur edhe në thera. Nëse ne shikojmë shumë kishte super episod i fantastik, edhe pse vazhdo përsëri njëta gjë. Herën tjetër kur na japi 200.000 lekë të komentojmë. Des, para se të kalim të rubrika ime preferuar, kam një pyetje. Sa ditë ke qenë Paris? 2 ditë mi kam qenë. Po pse ke 2 muaj që poston akoma nga Parisi? Ha profilin tënd? Happy to be in Paris. Baguette. Croissant. Mama. Night for him. Kemi lënë që do shajmë këto, jo ne. Okej, më fajse, nga të profil. Top 5 që kësaj radhe kemi top 5 sfidet Instagramit më kotit të starsave. Dhe nuk jam mon, okej? Se fundja është misioni jonë dhe ta mbrëmi qik veten. Në vend të 5 është Kesiana. Kesiana s'është se ka në Instagram të keq, por ka të gjitha fotot gati njësoj. Të gjitha i ka, duket sikur ka hedhë të njëjtin post për 17 herë. Dhe në vend të 4 është Blerta që tashmë profili Blertës është edhe çiftet e gjimnazit. Blerta Benart Couple. Double B. Ja vetëm ata të bashkë, nuk kam as i post vetin. Në vend të 3 është Kostiani. Kostiani ka i profil aq kot me të drejtën. Ka vetë shkollape të andales. Vetëm OTF, na i tek tuk në një foto që s'duket fare aty, me në i super Photoshop. Si ato 12 vjeçari që nuk gjenin fytyrë. Vendi i dytë Jul? Dhe në vend të dytë kemi Aldin. Aldi e ka të tërë profilin vetëm me vipa. Ai njeri është tjetër, ai njeri nuk ndalon. Dhe i thot, i thot të njëjtën fjalim. Beturum ke shok ngusht, dalim të thurum ke shok ngusht. I ka me bëj foto me to, i merr ca followers, e ka të gjithë vetëm me to. Dhe në vend të parë është Flori. Flori o e ka me çarçaf të gjithë Instagramin, ose e ka me Aldin. Në këtë pikë kemi profilin e dytë të çiftit. Më fal, po të postimin fundit kisha futur ty, kështu që. Okej, mi 3. Po nëse sa Instagrami im s'është më mirë, kështu që. I mirë është. Unë herë që kam Paris. Nëse me win ton nga unë dhe Juli këtë episod. Puçi! Andale!